asnjëherë nuk lë shtëpinë pa drekë, edhe nëse nuk kam kohë, nëse nuk e cika më herët, ndodh që edhe në mramje e përgatiti. Të lutem Aurora, tregoma një përditshmëri të anës. Qysh fillon një ditë e jotja? Me kafe, me shumë kafe. Unë jam adhuruese e madhe e kafes. Kështu që zgjohem e pi kafen, hap telefonin, laptopin, informohem për çka ka ndodhur dhe çka e pret. Çka do të ndodh gjatë ditës, sepse zakonisht i dim edhe ato çka kush viziton vendin tonë ose po e ndërlidhi me profesion. Pastaj mundohem të menaxhoj ditën, të ndaj. Kohëve të fundit po mirëm më shumë me vajzën, ka pas një ndërhyrje në këmbë. Vazhdojmë të shkojmë në fizioterapi, kthehemi në shkollë. Pastaj përgatis drekën. Asnjëherë nuk lë shtëpinë pa drekë, edhe nëse nuk kam kohë, nëse nuk e cika më herët, ndodh që edhe në mramje e përgatiti për nesër, ose edhe kur kam ndonjë udhëtim ju lë. Mundohem që fëmijët t'i mësoj të konsumojnë në shtëpi.